Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Elif Lam Mim. Perëndia është një, s'ka zot tjetër përveç tij, i cili jeton përgjithmonë dhe zotëron mbi të gjitha krijesat. Ai ta ka shpallur librin ty, të vërtetën e saktë duke vërtetuar ato të mëparshmet. Ai e ka zbritur Teuratin dhe Ungjillin. Me parë rrëfyes për njerëzit dhe ka zbritur Furkanin që dallon të vërtetën nga e pavërteta. Ata që nuk besojnë versetet e Perëndisë i pret dënimi i ashpër, se Perëndia është dënuesi plotfuqishëm. Pa dyshim, Perëndis nuk i mbetet asgjë sekrete, as në tokë as në qiell. Ai ju formon juve në mitër ashtu si don ai, s'ka zot tjetër përveç tij, të plotfuqishëm dhe të gjithdijshëm. Ai ta ka shpallur librin ty Kuranin. Disa nga versetet janë të qarta, me kuptim konkret të hapur çeshazi, ato janë themelet e librit, e për disa të tjera nevojitet konvertimi pasi që me pak fjalë shprehen shumë kuptime të thella. Ata që janë zemërkëqinj, prihen ka shpjegimi i atyre që janë me pak të qarta, duke krijuar përshqillim dhe duke komentuar sipas dëshirës së vet. Por komentimin e tyre e di vetëm Perëndia. Ata që janë thelluar në dijen i thonë, me i besojmë Kuranit. Të gjitha këto janë nga Zoti ynë. Këtë kuptojnë vetëm mendarët. Zoti ynë, mos na i shmang zemrat tona, pasi që na i ke udhëzuar në rrugën e drejtë dhe epna nga mëshira juaj, ti, me të vërtetë je ai që dhuron shumë. Zoti ynë, ti je tubuesi njerëzve në ditën që nuk ka fare dyshimi. Me të vërtetë, Perëndia e realizon premtimin. Me të vërtetë atyre që nuk besojnë, nuk do t'i shpëtojë asgjë nga dënimi i Perëndisë, as pasuria as fëmijët e tyre. Ata do të jenë lënë djegëse e zjarrit. Do të jenë ashtu siç ishin shoqëruesit historik të Faraonit dhe ata që ishin para tyre. Ata i përgënjeshtruan versetet tona, prandaj Perëndia i përleu ata për mëkatet që bën. Se Perëndia është ndëshkues i rrept. Thuaj o Muhammed, atyre që mohuan, ju do të shtypeni dhe do të tuboni në skëter. Sa shtrati keq është ai vend. Ju keni shembullin e dy ushtrit që ishin në konflikt, njëra që luftoi në rrugën e Perëndisë dhe tjetra e mohuesve, secila si dukej se para vetes ka 2 herë më shumë kundërshtar. Se Perëndia mendimin e vetë forcon kënd të doj. Kjo, me të vërtetë, është këshill për larkamësit. Uri Jeshua për njerëzit lapmia ndaj grave, fëmijëve, arrit e argjendit të grumbulluar, kuajve të bukur, pagetive dhe të lashtave. Këto janë kënaqësitë e kësaj jete, por vendi më i bukur i kthimit është te Perëndia. Thuaj o Muhammed, a doni t'ju lajmëroj juve për gjëra më të mira se ato? Ata që ruhen nga mëkatet, te Zoti i tyre do të kenë kopshte, nëpër të cilat rrjedhin lumejt, në to do të banojnë përgjithmonë e bashkëshortet e pastra dhe kënaqësi nga Perëndia. Se Perëndia i njeh mirë robëritë e vet, të cilët thonë, Zoti ynë, me të vërtetë na kemi besuar, andaj na fal mëkatet tona dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Ata janë durimtarët, dashamirët e së vërtetës, porulësit e Perëndisë, ata që japin lëmosh dhe që kërkojnë faljen e mëkateve para agimit. Perëndia dëshmon se ai është vetëm një, por edhe engjëjt e të diturit e dëshmojnë këtë, duke qenë të qëndrueshëm me të vërtetën. S'ka zot tjetër përveç tij. Ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Feja e vërtetë e Perëndia është vetëm islamizmi. Ata, të cilëve u është dhënë libri, pranë në konflikt, pasi u gërdhen njohuria dhe këtë, për shkak të egoizmit në mes tyre, e kushto që i mohon argumentet e Perëndisë, Perëndia është i shpejtë në llogari. Nëse ata polemizojnë me ty o Muhammed, thuaju, unë i përulem vetëm Perëndisë, si dhe ata që me pasojnë mua, dhe thuaju atyre që u është dhënë libri si dhe alfabeteve arabëve. A e keni pranuar islamizmin? Nëse e pranojnë islamizmin, atëherë kanë gjetur rrugën e drejtë. Nëse refuzojnë, detyra jote është vetëm që ti të rashës, se Perëndia i sheh mirë që punojnë robëritë e vet. Ata që nuk besojnë në dokumentet e Perëndisë dhe vrasin pejgamberët pa fare të drejtë, e vrasin edhe ata njerëz të cilët kërkojnë të veprohet me drejtësi, si Ariqoj paralajmëroi me dënim të dëmshëm. Këta janë ata, veprat e të cilëve kanë falimentuar në këtë botë dhe në tjetrën. Ata nuk do të kenë kurfar ndihmëtar. A nuk po i sheh ata, të cilëve u është dhënë një pjesë e librit të Urati? Ata thirrën në librin e Zotit për gjykim në mes tyre, e pastaj një pjesë e tyre kthyen shpinën, duke qenë refuzues. Ky mospranim është se ata thanë, neve nuk ka prek zjarri i skëterës, përveç një disa ditë. Fillimet e tyre i kanë mashtruar ata në besimin e vet. Çka do të ndodhë me ata kur do t'i tubojmë me ditën, për të cilën s'ka dyshim? Dhe çdo kujt i jepet shpërblimi i veprave, e ata nuk do të dëmtojnë. Thuaj o Muhammed, o Zoti im, sotruesi i gjithë pushtetit, ti jep pushtetin kujt të duash, dhe ti ja heq dorësh pushtetin kujt të duash, ti e lartëson kënd të duash dhe e poshtron kënd të duash. E mira është në dorën tënde. Ti me të vërtetë për çdo gjë je i plotfuqishëm. Ti bën që nata të hyjë në ditë dhe bën që dita të hyjë në natë duke u zgjatur herë njëra, hera tjetra. Ti e nxjerr të gjallin prej të vdekurit, dhe ti nxjerr të vdekurin prej të gjallit.
ti furnizon kënd të duash pa llogari pa faturë. Besimtarët mos t'i marrin përmet qafirat mohusit duke i lënë anash besimtarët. Ata që bëjnë këtë nuk kanë çka të shpresojnë te Perëndia. Këtë mund ta bëni vetëm për të ruajtur nga ata, Perëndia u bën vërejtje për pezmin e tij. Dhe të gjithë do të ktheheni te Perëndia. Thuaju, nëse ju fshehni atë që keni në zemrat tuaja, ose e shpani haptazi, Perëndia e di atë dhe ai di çdo gjë që ka në qiell dhe në tokë. Se Perëndia për çdo gjë është i plotfuqishëm. Kujtoje ditën kur çdo kush gjen atë që ka punuar mirë dhe atë që ka punuar keq, e dëshiron ai që në mes tij dhe të keqes së tij të ketë distancë të madhe. Perëndia u bën vërejtje për pezmin e tij, se Perëndia është fortë dhe mshëm për adhuruesit e tij. Thuaj u Muhammed, nëse ju e doni Perëndin, eni pas meje, atëherë Perëndia ju do juve dhe ju fal mëkatet tuaja, se Perëndia fal dhe është mëshirues. Thuaj u Muhammed, për uluni Perëndis dhe profetit. Në qoftë se abstenojnë, Perëndia me të vërtet nuk i dëmohesit. Perëndia e zgjodhi Ademin, Nuhun dhe familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit në mesin e popujve, pasardhës njëri pas tjetrit. Perëndia është dëgjues dhe di çdo gjë. Kujtoj atë kohë, o Muhammed, kur gruaja e Imranit tha: Zoti im, unë ty të kam përgjëruar qëllimuar atë që është në barkun tim, që të shërbej vetëm ty, andaj pranoje prej meje. Se ti, me të vërtetë, je dëgjues dhe di çdo gjë. E kur ajo e lindi fëmijën tha: Zoti im, unë lindra femër, Perëndia di më mirë çka lindi ajo, mashkulli nuk është si femra. Unë e emërova atë Meriem dhe ta kam lëna dhe brezin e saj në mbrojtjen tënde nga djalli i malkuar. Dhe Zoti i saj e pranoi mirë atë gocën, e bëri që të rritet bukuru dhe e la nën kujdestarinë e Zekerias. Sa herë që hynte Zekeriaj në dhomën e saj në xhami, gjente pranë saj ushqim. Atëherë ai në të pyeste: O Meriem, nga të vje ky furnizim ty? Ajo përgjigjej: Ky është nga Perëndia, se Perëndia e furnizon kënd të doj, pa llogari faturë. Atëherë Zekeriaja i u lut Zotit e vet e tha: Zoti im, dhurom mua nga ana jote pasardhës të mirë, se ti, me të vërtet, je dëgjues i lutjes. E thirrën atë engjëjt, duke u lutur ai në këmbë në xhami i than: Perëndia po të sjarri që ty me Jahjan, i cili do të jetë vërtetues i fjalës së Perëndisë dhe do të bëhet udhëheqësi i popullit, ruajtës i vetvetes dhe do të jetë nga pejgamberët, pasardhës i atyre të mirëve. Zekeriaja tha: Zoti im, qysh do të ketë djalë për mua, kur mua më ka kapruar pleqëria, e gruaja ime është seri dhe shtep. Ai i tha: Kështu, Perëndia punon çka të doj. Zekeriaja tha: O Zot, bëma një shenjë. Zoti tha: Shenjë për ty është se 3 ditë nuk do të mund të flasësh me njerëzit, vetëse me gjeste. Por Zotin tënd përmende shumë dhe adhuroje atë në mbrëmje dhe në mëngjes. Kujtoje kur engjëjt i tha Meriemes: O Merieme, Perëndia të ka zgjedhur ty, të ka pastruar ty dhe të ka privilegjuar ty mbi të gjitha femrat e botës. O Merieme, bindje Zotit tënd, bëni sejdë dhe rushu bashkë me ata që përulen. Këto janë lajme të panjohura sekrete. Na po t'i shpallën ty o Muhammed. Ti nuk ishe i pranishëm kur ata hedhën shart, se kush nga ata do të marrë Meriemen në mbrojtje. Dhe ti nuk ishe i pranishëm kur ata grindeshin. Kujtoj atë kohë kur engjëjt i thanë: O Merieme, Perëndia të sjarri që ty me një djalë, e më do ta ketë Mesi, Isa i biri i Meriemit, do të bëhet i famshëm në këtë botë dhe në tjetrën dhe do të jetë njëri nga të afërmit të Perëndisë. Dhe do të bisedoj Isai me njerëzit edhe duke qenë i vogël në djep edhe duke qenë si njeri i rritur dhe do të jetë nga më të mirët. Meriemi tha: Zoti im, qysh do të kem unë fëmijë, kur nuk më ka prekur asnjë mashkull? Ja kështu, tha, Perëndia krijon ç'të doj ai. Kur vendos diçka, ai vetëm thot për të, bëu. Dhe ajo bëhet, dhe do t'ja mësoj atij shkrimin dhe diturinë, Teuratin dhe Ungjillin. E pastaj do ta dërgoj atë pejgamber te bijtë e Israilit, të cilëve do t'u thotë: Solla një mrekulli nga Zoti juaj. Do të bëj diçka prej batit në formë shpendi dhe do të fryjë në te, e me udhërinë e Perëndisë do të bëhet shpend. Dhe do të shëroj të verbetit dhe abrashët dhe me emrin e Perëndisë do t'i ngjall të vdekurit. Ju informoj juve çka hani dhe çka ruani në shtëpitë tuaja. Në këto, nëse jeni besimtar të vërtetë, me të vërtetë, ka argumente për ju. Dhe u kam ardhur juve për t'ju vërtetuar Teuratin që është para meje dhe t'u lejoj disa gjëra që i keni pasur të ndaluara. Dhe ju kam sjellur argumentin nga Zoti juaj. Duajuni Perëndisë dhe binduni. Me të vërtetë Perëndia është im Zot dhe Zoti juaj, andaj adhuroni atë. Kjo është rruga e drejtë. Kur Isai hetoi mohimin e tyre, tha: Kush janë ndihmëtarët e mi në rrugën e Perëndisë? Nxënësit e tij u përgjigjen: Na jemi ndihmëtarët e fesë së Perëndisë. Na besojmë Perëndinë e tij sa bëhet dëshmitar se na jemi musliman. Zoti ynë, na besojmë atë që na ke shpallur dhe pasojmë pejgamberin Isa. Regjistrona neve bashkë me dëshmitarët. Dhe ata mohuesit përgatitën dinakëri drejtë të keqe, por Perëndia u ktheu me dinakëri.
se Perëndia është më i përsësuri në din na keri për qëllimet e mia. Kujtoje, o Muhamet, kur Perëndia tha, o Isa, unë do të vdes ty pasi ta plotësoj jetën e caktuar, hebrejt nuk do të mbysin ty dhe do të marr pranë vetes dhe do të shpëtojnë nga ata që nuk besojnë dhe do t'i bëj ata që të ndjekin ty përmbi ata që të mohojnë deri në ditën e Kiametit. Pastaj do të ktheheni tek unë e do të gjykoj në mes jush për çështje që jeni grindur. Ata që nuk besojnë do t'i dënoj me dënim të ashpër në këtë botë dhe në tjetrën, dhe nuk do të kenë askënd që të ndihmoj. E ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira, Zoti u plotëson shpërblimin. Se Perëndia nuk i dën zullumçart. Këto që po t'i tregojmë ty o Muhamet, janë ajete dhe këshillat e larta Kurani. Rasti i saj te Perëndia, në të vërtetë, është si rasti i Ademit, që e krijoi prej batës e pastaj tha, bë, dhe ai u bë. E vërteta është nga Zoti yt, andaj mos u bën nga ata që dyshojnë. Kushto që të bëj polemike me ty për çështjet e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, thuaj, e jani, e po i thërasim biton dhe bituaj, gratona dhe gratuaja, dhe po e thërasim atë ju veten, pastaj, të lutemi, që mallkimi i Perëndis t'i godit gënjeshtartë. Padyshim, të gjitha këto janë lajme të vërteta. S'ka zot tjetër përveç Perëndis, se Perëndia është i gjithëposhteshëm dhe i gjithdijshëm. Në qoftë se ata ja kthejnë shpinën të drejtës, Perëndia i njeh mirë nga trestarët. Thuaj, o histarët e librit, kujtoni tregimin, që është për ne dhe për ju, t'i shërbejmë vetëm Perëndis që të mos i bëjmë shoq asgjë atij, që njeri tjetri mos ta konsiderojmë për Zot në vend të Perëndis. E nëse ata kthehen nga kjo e vërtetë, thuaj atyre, bëhuni dëshmitar se ne jemi musliman. O histarët e librit, pse polemizoni për Ibrahimin kur Teurati dhe Injilli janë dërguar pas tij? A nuk po mbushini mend? Ju po polemizoni për atë, për të cilën dini diçka, por pse polemizoni për atë, për të cilën s'dini asgjë? Perëndia e di hollësisht, e ju nuk dini asgjë për këtë çështje. Ibrahimi nuk ka qenë as hebrej as i krishterë, por ka qenë besimtar i vërtetë. Nuk ka qenë as nga idhujtarët. S'ka dyshim se metafërmit e Ibrahimit janë ata njerëz që kanë pasuar atë dhe ky pejgamber Muhamedi me besimtarët e tij. Perëndia është mbrojtës i besimtarëve vet. Një grup histarësh të librit dëshirojnë që ju të devijoni nga rruga e drejtë, por ata e devijojnë veten e këtë nuk e vërejnë. O histarët e librit, përsemoni versetet e Perëndis e ju jeni dëshmitar që ato janë versetet e Perëndis. O histarët e librit, përse përqëlloni të vërtetën me të pavërtetën dhe përse fsheni të vërtetën kur ju e dini që ajo është e vërtetë. Një grup histarësh të librit kanë thënë, besoni në mëngjes atë që u ka zbritur muslimanëve Kur'anin, por në mbrëmje mohoni atë, me që ndoshta edhe ata muslimanët do të shmangin. Mohuesit thanë dhe besoni ju vetëm atyre që ndjekin fen tuaj. Thuaj o Muhammed, udhëzimi i Perëndis është udhëzimi i vërtetë. Vallë, atu japën do kujt argumentet siç u janë dhënë juve, apo vallë ata ti marrin dëshmitë e veta si arsyetim kundër jush te Zoti juaj. Thuaj o Muhammed, mundja është në dorë të Perëndis. Ai ja jep atë kujt të doj, se Perëndia është mirëbërësi i madh dhe i gjithdijshëm. Mëshirën e vet ai ja dhuron kujt të doj, se Perëndia është pronari i mirësisë së pakufishme. Ka edhe asojstarësh të librit që sikur tu besosh në bartë të rari, do t'ju a kthejnë, por ka edhe të atill që nëse u jep në besim, qoftë edhe 1 dinar, nuk ta kthen, përveç nëse nuk i ndallesh me ankesë e kërkesë. Kjo është kështu, nga sa ata thonë, neve nuk na obligon asgjë ndaj analfabetëve. Ata flasin gënjeshtra për Perëndin, e ata e dinë se vetë janë gënjeshtar. Jo, nuk është ashtu si thonë hebrejt, por kushdo që plotson premtimin e tij dhe ruhet nga të keqijat, Perëndia, me të vërtetë, i don ata që i drojnë atij. Me të vërtetë, ata që obligimin dhe betimin e tyre ndaj Perëndis e shkëmbejnë me vlerë të vogël, për ta nuk do të ketë kurfar të mirë në jetën e ardhshme, dhe Perëndia nuk ka për t'ju folur atyre, as nuk do t'i shikojë me sytë e mirë në ditën e Kiametit, dhe as nuk do t'i pastrojë prej mëkatësh, e për ta ka dënim të rënd. Me të vërtetë, një grup nga histarët e librit përdredhen gjuhët e tyre duke lexuar librin, që të mendoni ju se ai far leximi është prej librit, e ajo në të vërtetë nuk është prej librit. Dhe ata thonë, kjo që lexojmë është nga Perëndia, por ajo nuk është nga Perëndia. Ata flasin gënjeshtra për Perëndin, e ata e dinë këtë. Nuk mund të mendohet që njeriu, të cilit Perëndia ja ka dhënë librin dhe dijenin e gjerë dhe profetnin, e ai tu thot njerëzve, bëhuni adhuruesit e mi, e jo të Perëndis. Por ai profeti thot, bëhuni të Zotit, me që keni mësuar librin dhe po mësoni. Ai njeri nuk do t'ju urdhëroj juve që engjëjt dhe profetnit të konsideroni për zotra. Vallë, si mund t'ju urdhëroj ai juve të bëheni mohues, pasi jeni bërë musliman? Kujtoja o Muhammed, atë kohë kur Perëndia mori obligimin nga pejgamberët e ju tha, unë u asolla librin dhe dijenin e kur që vi juve pejgamberi, vërtetuesi e asaj që keni ju, a dyshim do t'i besoni dhe do ta ndihmoni atë. Perëndia u tha atyre, a e pranuat këtë dhe a morët obligimin tim?
Ata u përgjigjen e pranuan. Perëndia u tha: "Bëhuni dëshmitari njëri tjetrit, se edhe unë bashkë me ju jam dëshmitar." E ata që ish marrën obligimit të dhënë, me të vërtetë janë të këqij. A mos kërkojnë ata tjetër përveç fesë së Perëndisë? Ati i përulën të gjitha ato që gjenden në qiell dhe në tokë, me dashje ose pa dashje, dhe tek ai do të kthehen të gjithë. Thuaj o Muhammed, na besojmë Perëndin dhe atë që na është shpallur neve, dhe çka i është shpallur Ibrahimit, Ismailit, Isakut, Jakubit, pasardhësve të tyre dhe në atë që u është dhënë Musait, Isait dhe pejgamberëve nga Zoti i tyre, na nuk bëjmë kurfar dallimi në mes tyre. Na vetëm atij Perëndisi për ulimin na jemi musliman. E ai që kërkon tjetër fe përveç islamizmit nuk do t'i pranohet, dhe ai në botën tjetër do të jetë i humbur. Perëndia nuk i udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit që janë bërë mohues, pasi që patën besuar dhe dëshmuan se pejgamberi është i vërtetë e ju prezantuan atyre edhe dokumentet e qarta. Populli që është këmbë ngurës në të keqe, Perëndia nuk e udhëzon në rrugë të drejtë. Markimi i Perëndisë, i engjëjve dhe i mbar njerëzve është shpërblimi i tyre. Ata përherë do të jenë në peshën e dënimit e të markimit, uajtjet nuk do t'u lehtësohen, e as nuk do t'u jepet afat pushim. Përveç atyre që pas kësaj pendohen dhe përmirësohen, se Perëndia është mëshirues i madh dhe fal. Ata që pasi patën besuar, mohuan, e pasi edhe shtuan mohimin e tyre, pendimi kursesi nuk do t'u pranohet, e ata, me të vërtetë, kanë humbur rrugën. Ata që janë mohues dhe vdesin mohues, me të vërtetë nuk do t'u pranohet as shpërblesa e tyre, sikur sa ajo të ishte sa e tërë toka e mbuluar me orë. Ata i pret dënim i rëndë dhe për ta nuk kanë ndihmëtar. Kursesi nuk do të arrini mirësinë e lartë, përderisa të mos ndani një pjesë nga ajo që e doni. Por çka do që të ndani, Perëndia e di atë. Të gjitha ushqimet kanë qenë të lejuara për bijtë e Israilit, përveç asaj që Israili ja ndaloi vetes para shpalljes së Teuratit. Thuaj o Muhammed, silleni Teuratin dhe lexoni nëse flisni të vërtetën. E kushto që shpif gënjeshtra ndaj Perëndisë, pas këtyre argumenteve ai ka kaluar nga e drejta në të shtrëmbëtën. Thuaj o Muhammed, Perëndia thot të vërtetën dhe ndiqeni fenë e Ibrahimit, e cila ka qenë e pastër. Ai s'ka qenë pagan. Me të vërtetë, fatoria e parë e ngritur për njerëz është ajo në Bekë Mekë, e uruar dhe udhëfyese e popujve. Në të ka shenja simbolet të dukshme, siç është vendi i Ibrahimit me kam Ibrahim. Kush hyn në të është i sigurt. Perëndia i ka obliguar njerëzit, ata që kanë mundësi të përballojnë rrugës, ta vizitojnë haxhillë këtë faltore. E kush i mohon urdhrat e Perëndisë dëmton veten. Se, me të vërtetë, Perëndia nuk ka nevojë për asgjë. Thuaj o Muhammed, o i thartë e librit, pse mohoni argumentet e Perëndisë, e Perëndia është dëshmitari i çdo gjëje që punoni. Thuaj, o i thartë e librit, pse atë që beson e prapsoni nga rruga e Perëndisë, e ju e dini që feja islame është fe e vërtetë, se Perëndia nuk është i pakujdesshëm ndaj veprave që punoni ju. O besimtar, nëse u përulen një grupi prej atyre që u është dhënë libri, ata, pasi keni pranuar fenë e vërtetë, juve u kthejnë në mohues. E si mund të mohoni kur juve u lexohen versetet e Perëndisë dhe në mesin tuaj është pejgamberi i tij? E kush mbohet fort me Perëndin Kur'anin, ai është i drejtuar në udhëtim mbar. O besimtar, luajuni Perëndisë ashtu si duhet t'i druani dhe vdisni vetëm duke qenë musliman. Dhe të gjithë ju mbahuni fort për litarin e Perëndisë Kur'anin dhe mos u shpartalloni. Dhe kujtoni dhuntinë e Perëndisë që u është dhënë juve kur ishit në armiqësi, e u japtoi zemrat tuaja në sajet e dhuntisë së tij u bët vëllëzër. Dhe ju ishit buzëk e Yeminës së skterës, ndërsa ai ju shpëtoi juve nga ajo. Kështu Perëndia u shpjegon versetet e veta për t'u drejtuar ju në udhën e drejtë. Le të bëhet një grup prej jush që do të therras në të mirë, e që të uroj veprat e bukura e të ndaloj prej të shëmtuaravet. Ata njerëz do të jenë të shpëtuar. Mos u bëni si ata që pasi që u erdhën argumentet e dukshme, u shpërndan dhe u distancuan në mendime. Për këta do të ketë dënim të madh. Atë ditë e Kiametit kur disa fytyra do të zbardhen e disa do të nxjihen. Atyre që u nxjihet fytyra u thuhet, pasi ishit besimtar, përse u bët mohues? Prandaj, shijoni dënimin për shkak se nuk besuat. Kurse ato fytyra që zbardhen e shkëlqejnë do të jenë në mëshirën e Perëndisë, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Këto janë versetet e Perëndisë, që ti lexojnë ty me të drejtë dhe se Perëndia nuk i dëshiron askujt pa drejtësi. Te Perëndisë janë të gjitha ato që gjenden në qiell dhe në tokë, dhe te Perëndia do të përfundojnë të gjitha punët. Ju besnikët e Kuranit jeni njerëzit më të mirë nga i gjithë populli që janë paraqitur ndonjëherë, dhe besoni Perëndin, kërkoni që të punohen veprat e mira, e të shmangen nga të keqijat. Sikur starët e librit e besonin do të ishte më mirë për ta, ka prej tyre besimtar të vërtetë, por shumica e tyre janë të keqij. Ata, përveç shqetësimit, nuk mund t'ju dëmtojnë juve. Nëse ju luftojnë juve, ata do të kthejnë thëmbrat dhe pastaj nuk do të ndihmojnë.
Kudo që gjenden ata janë të kapluar nga poshtërsia, përpos atyre që janë mbështetur në varkonin e Perëndisë të njerëzve, ata do të meritojnë pezmin e Perëndisë dhe do t'i kaplojë mjerimi, për shkak se mohuan dokumentet e Perëndisë, e pakurfar të drejtë, i mbynin pejgamberët, nuk u përulën dhe kaluan kufirin e të keqia. Ata nuk janë të njëjtë. Disa nga udhëtarët e librit janë në të drejtën, në orët e natës lexojnë versetet e librit të Perëndisë dhe bëjnë namaz. Ata besojnë Perëndin dhe ditën e Kiametit dhe insistojnë për veprat e mira, e të pengohen nga ato të shëmtuarat dhe prin kare mira. Këta janë ndër të mirët. Fare do të mirë që punoni nuk do t'ju mohet për ato të shpërbleheni. Perëndia i di mirë ata që ruhen nga të keqijat. Ata që nuk besojnë, nuk do t'i mbrojnë nga dënimi i Perëndisë as pasuria e tyre, as fëmijët e tyre, asgjë. Ata janë banorët e sketerës ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Atë që japin ata mohuesit në jetën e kësaj bote, i përngjan frymës së akull, e cila godit të lashta të ndonjë populli që i kanë bërë dëm vetes me mëkate e u azhduk të lashtë. Perëndia nuk u ka bërë dëm atyre, por ata i kanë bërë dëm vetes. O besimtar, mos zgjidhni përmiq në mesin e të tjerëve, të cilët nuk ngurojnë që t'ju bëjnë dëm. Ata dëshirojnë dëmin tuaj. Urrejtja është shfaqur prej gojës së tyre, e atë që e fshehin në zemrën e tyre, është edhe më e madhe. Na, ju shpjeguam versetet ajetet, nëse mendoni ju. Ju jeni asi njerëzish që i doni ata, por ata nuk ju duan juve. Dhe ju besoni të gjitha libravet. Kur ata ju takojnë juve, thonë, na besojmë, e kur të mbetin vetëm, nga pezmatimi ndaj jush, ata i kafshojnë majit e kishtave me dëm. Thua ju, vdisni me pezmatimin tuaj, se Perëndia me të vërtetë t'i shkeni në zemrat tuaja. Nëse juve u vjen ndonjë e mirë, atë ai brengos ajo, e nëse juve u gjen ndonjë e keqe, ata gëzohen për atë. Nëse ju duroni dhe ruheni nga mëkatet, dhe përit e tyre nuk mund të ju dëmtojnë asgjë. Se Perëndia ngërthën në dijenin e tij çdo gjë që punojnë ata. Kujtoja o Muhammed, atë mëngjes kur dolen nga shtëpia jote për të caktuar besimtarëve të pozitat luftarake, Perëndia dëgjon dhe di çdo gjë. Kur dy grupe nga ju menduan të kthehen prej frikës, Perëndia është ndihmëtari i tyre e nuk ka nevojë të kthehen. Andaj besimtarët le të mbështeten vetëm te Perëndia. Perëndia u ka ndihmuar në Bedër, duke qenë ju të pafuqishëm, andaj druajuni Perëndisë për të qenë falëndërues. Kujtoja o Muhammed, atë kohë kur u thoshe besimtarëve, a nuk ju mjafton ndihma e Zotit tuaj me 3000 engjëj të dërguar? Po, ju mjaftojnë. Nëse ata ju sumojnë, buni të durueshëm dhe të dëgjueshëm dhe Zoti juaj mënyrë do t'ju dërgojë në ndihmë 5000 engjëj, të shënuar me shenjë të dalluar. Perëndia e bëri këtë për t'ju sqariquar juve dhe për t'ju qetësuar zemrat. Se fitoria ndihma është vetëm nga Perëndia i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Që një turmuesish të shkatërrojë apo të turpërojë të kthehen ata të humbur. Tyru Muhammed, nuk të përket asgjë lidhur me këtë çështje, sa do t'u pranoj ai Perëndia pendimin e atyre apo do t'i dënoj, se ata me të vërtetë janë zullumçar. Te Perëndisë janë gjithë ato çka gjenden në qiell dhe në tokë. Ai fal kënd të dojë dhe e mundon kënd të dojë. Se Perëndia është falës e mëshirues. O besimtar, mos pranoni kamat të shumë fisht mbi kamat. Kini frikë Perëndin për të shpëtuar. Druajuni zjarrit, i cili është përgatitur për mohuesit. Përuluni Perëndisë dhe profetit për të shpresuar mëshirën. Nxitoni ka falja me mëkateve nga Zoti juaj dhe xheneti, hapësira e të cilit është sa qielli e toka, i cilit është përgatitur për ata që i ruajnë Perëndisë duke punuar veprat e mira, të cilët japin lëmosh kur janë në lumturi edhe kur janë në vështirësi, që fshehin zemërimin e u falin fajit njerëzve. Se Perëndia i don bamirësit, dhe ata që kur bëjnë vepra të tukshme ose i bëjnë dëm vetes, e kujtojnë Perëndin dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre. E kush fal mëkatet përveç Perëndisë? Ata nuk mund atë që kanë punuar, e ata e din këtë. Shpërblimi i tyre është falja madhështore e mëkateve nga ana e Zotit të tyre dhe xhenetet në për të cilët rrjedhin lumen. E në to do të qëndrojnë për herë. Sa shpërblimi i bukur është ky për ata që punojnë vepra të bukura. Para jush kanë kaluar shumë popull ligje. Udhtoni nëpër botë dhe shihni si ka qenë fundi atyre që i kanë përgjigjëstruar profetët. Këto lajme e shpjegime janë këshilla udhërfyese për njerëzit besimtarë. Mos tregoni ligësi dhe mos u pikëlloni, se ju gjithsesi jeni më të lartë, nëse jeni besimtar të vërtetë. Nëse ju ka goditur juve ndonjë plagë dhe popullin armike kanë goditur aso plagë. Ato ditë na i ndërrojnë midis njerëzve me triumf dhe disfat për t'i dalluar besimtarët e durueshëm dhe për t'i bërë disa nga ju dëshmën. Se Perëndia nuk i don zullumçarët. E kështu, Perëndia i gjirë prej mëkatesh besimtarët e për t'i zhduk mohuesit. A mendoni se do të hyni në xhenet e Perëndia të mos u tregojë juve për ata që kanë luftuar dhe për ata që kanë duruar? E ju e dëshiruat vdekjen para se të ballafaqoheshin me te, që pra, ju e patate duke qenë mëshiruesit e saj. Muhamedi është vetëm profet, por edhe para tij ka pasur pejgamber.
Nëse ai vdes ose vritet, a mos do të ktheheni ju prapa? Kushto që kthehet prapa në fe të gabuar nuk i bën kurfar dëmi Perëndisë. Perëndia do t'i shpërblej falënderuesit. Çdo gjallëse vdes vetëm me vendimin e Perëndisë në kohë të caktuar. Kush dëshiron mirësitë e kësaj bote, na ja japim, e kush dëshiron shpërblimin e botës tjetër na ja japim, dhe në siguri shpërblejm falënderuesit. Sa pejgamberë bashkë me shumë besimtarë të vërtet luftuan, e megjithatë nuk u përkulën për ato që u goditën në rrugën e Perëndisë, as nuk u demoralizuan, as nuk u dobësuan. Perëndia i don durimtarët. Dhe vetëm thonin, o Zoti ymë, falla mëkatet tona dhe teprimin e punën tonë, forcona këmbët tona dhe ndihmona kundër popullit jo besimtar. Dhe Perëndia u adhuroi atyre shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin edhe më të madh në jetën tjetër. Perëndia i don bamirësit. O besimtar, nëse u përuleni mohuesve, ata do t'ju kthejnë juve prapa në të pafe e ju do të jeni të dëmtuar. Por Perëndia është Zoti juaj dhe ai është ndihmëtari më i mirë. Na do të mbjellim frikë në zemrat e mohuesve, sepse ata i bëjnë shok Perëndisë, për të cilën Zoti nuk ka dhënë kurfar argumenti. Vendbanimi i tyre është sqari, e sa venstrimi i shëmtuar është ky për mohuesit. Me të vërtetë, Perëndia e realizoi premtimin e vet, kur ju me vullnetin e tij e thyet armikun. Por kur ju, lidhur me detyrën që u ishte caktuar, u demoralizuat e u grindët në mes vetë dhe kundërshtuat, e ai madje u tregoi atë që e dëshironit, disa nga ju e dëshirojnë këtë botë, kur disa nga ju dëshirojnë botën tjetër, pastaj ai, për t'ju provuar juve, përriqet e zëmbra pse një para armikut. Dhe, me të vërtetë, Perëndia ju fali juve atë gabim. Perëndia është pronari i mirësisë së madhe për besimtarët. Kujtoni ju atë kur ngjiteshit mali dhe nuk vinit vesh për askënd e dëshironit, disa nga ju e dëshirojnë këtë botë, kurse disa nga ju ju dënoi juve me dëshpërim pas dëshpërimi për patgjushmërinë ndaj profetit dhe Perëndisë, që të mos pikëlloheni për atë që ju doli duar shfitoria, as për atë që u goditi juve humbja. E Perëndia i di të gjitha ç'punoni ju. Pastaj Perëndia, pas dëshpërimit, ju dërgoi juve një qetësi, gjumë, që ka prënë një grup prej jush, kurse grupi tjetër kujdeseshin vetëm për vetveten, duke menduar për Perëndinë të pavërtetë ndihmën e profetit, ashtu si mendonin pagan. Ata thoshin, ku është fitoria që na ishte premtuar? Thuaj u Muhammed, për të gjitha vendos vetëm Perëndia. Ata fshehin në vete atë që nuk duan ta shfaqin ty. Ata thonë, sikur të priteshin ne për këtë gjë, nuk do të viteshim këtu. Thuaju, dhe sikur të kishit qenë në përshtëpi tuaja, prapse prapa atyre që u është shkuar të vriten, do të dini në atë vend të vrasjes, e Perëndia juve në luftë ju them për t'ju gjurmuar dhe për t'ju pastruar atë që keni në zemrat tuaja. Se Perëndia, me të vërtetë din që keni në zemrat tuaja. Ata, nga mesi juaj që u zë mbrapsë në ditën kur u ndeshën të dy ushtrit, në të vërtetë, djalli shtyri në gabim për shkak të disa mëkateve që kishin bërë. Perëndia, madje, u afali gabimin, sepse Perëndia është falës dhe i butë. O besimtar, mos bëni si mohuesit që u thonin vëllezërve kur këta niseshin në udhëtim ose në luftim, sikur të rrinit me ne, nuk do të vdisnit as nuk do të vriteshi, që këtë Perëndia tua bëj pikëllim në zemrat e tyre, edhe jeta edhe vdekja janë vepra e Perëndisë. Ai i shet të gjitha punët që bëni ju. Nëse ju vriteni ose vdisni në udhë të Perëndisë, falja e mëkateve dhe mëshira e Perëndisë me të vërtetë janë më të mira nga ato që kanë grumbulluar ata. Vdiqet apo mbytet, me siguri do të tuboheni te Perëndia. Në sajet të mëshirës së Perëndisë u solle butësh me ta o Muhammed. E sikur të ishe jashpër dhe vrazhd, ata do të largoheshin prej teje. Falju gabimin atyre dhe kërko falje te Perëndia për ta e bisedo me ta për punë të jetesës. Kur të vendosish për diçka, mbështetu te Perëndia, se Perëndia me të vërtetë i don ata që mbështeten tek ai. Nëse ju ndihmon Perëndia, s'ka kush ju mposh juve, e nëse ju tupron juve, kush është ai që do t'ju ndihmojë përveç ti pas atij tupërimi? Pra, besimtarët vetëm te Perëndia le të mbështeten. Është e pamundur për ndonjë pejgamber që të bëjë far mashtrimit të marrë fshehur urazin nga pasuria e luftës, e kushto që të bëjë mashtrim do të vijë ngarkuar me këtë mëkat në ditën e Kiametit, e pastaj do t'i jepet çrokujt ajo që ka punuar dhe askujt nuk do t'i bëhet padrejtësi. Vallë, a mund të krahasohet ai që gëzon kënaqësinë e Perëndisë me atë që ka merituar pezmin e Perëndisë? Strehimi i tij mëkatarit është skëtera. Sa strehimi keq është ai. Te Perëndia ata kanë grada të ndryshme, se Perëndia i shet të gjitha veprat që punojnë ata. Perëndia i dhuroi besimtarët me dhuratë të mëdha, me që nga mesi i tyre u dërgoi profet i cili u lexon atyre ajetet e tij, i pastron ata nga mëkatet dhe u mëson Kur'anin e diturinë e hollë. Ata, me të vërtetë, ishin në rrugë krejtësisht të gabuar. Kur ju goditi juve fatkeqësia në Uhud, e ju më pari patët goditur armiqet tuaj dyfish në Bedër, thatë ju, prej nga na erdhi neve kjo. Thuaj o Muhammed, kjo është prej vetë juve. Perëndia, me të vërtetë, është i plotfuqishëm.
Ajo që ju gjeti goditi juve, atë ditë kur u ndeshën dy ushtrit, ajo ishte me vullnetin e Perëndisë, për të zbuluar kush janë besimtarët e vërtet. Dhe për t'i zbuluar hipokritet, e kur i tha atyre, jani të luftoni në rrugën e Perëndisë, ose të pakten mbroni. Ata u përgjigjen, sikur ta dinin që do të bëhet luftë e vërtet, na, me siguri, do t'ju pasonim. Atë ditë ata ishin në afër mohimit se sa besimit, sepse me gojën e tyre flisnin atë, që nuk e kishin në zemrat e tyre, se Perëndia e di mirë ato që i fshehin ata. Atyre që nuk luftuan e u thanë vëllezërvet e vet, sikur të na dëgjonit neve nuk do të mbiteshit, thuaju, prapsojeni vdekjen nga vetja, nëse flisnit e vërtetën. Kurse i se mos i konsideroni të vdekur ata që janë vrarë në rrugën e Perëndisë. Jo, ata janë të gjallë dhe të ushqyer shpirtërisht e Zoti. Janë të gëzuar për atë që vua ka dhënë Perëndia nga dhuntit e tij dhe sjarri qohen ata të cilët ende nuk u janë bashkuar shoqëruar dhe që kanë ngelur pas tyre, me që nuk do të ketë kurfar frike dhe të cilët për asgjë nuk do të pikëllohen. Sjarri qohen ata me dhuntit dhe begatit e Perëndisë, sepse Perëndia nuk u humbë shpërblimin besimtarëve. Ata që pas disfatës që pëzuan në udhë, ju përgjigjen thirrjes së Perëndisë dhe të pejgamberit dhe për ta, të cilët kanë bërë mirësi dhe që ju kanë ndruajtur Perëndisë, ka shpërblim të madh. Atyre, të cilëve u thanë njerëzit, armiku është përgatitur kundër jush, frikoni. Kjo përkundrazi u ashtoi atyre besimin, e thanë, neve na mjafton Perëndia, dhe ai është mbrojtës i mrekullueshëm. Ata u kthyen nga bedri me dhuntit dhe begatit të Perëndisë, nuk i gjeti asgjë e keqe dhe bën që Perëndia të jetë i kënaqur. Perëndia është Zoti i begatisë së madhe. Vetëm djalli friksa miqet e vet për të mos shkuar në luftë. Ju mos i frikoni atyre, por frikoni prej meje nëse jeni besimtar. Mos të brengosin ty o Muhammed, ata që nxitojnë në mohen, sepse me të vërtet ata nuk mund t'i bëjnë kurfar dëmi Perëndisë. Perëndia don që të mos i shpërblej ata me kurfar dhurate në botën tjetër dhe për ata ka ndeshkrim të madh. Me të vërtet, ata që ndërrojnë besimin e vërtet me mohim, nuk mund t'i bëjnë kurfar dëmi Perëndisë e për ta ka ndeshkrim të madh. Le të mos mendojnë kursej se mohuesit që për ata është mirë ajo që u zgjasim jetën. Na, me të vërtet u zgjasim jetën atyre vetëm për t'i shtruar ata gabimet dhe për ata ka ndeshkrim pështrues. Perëndia nuk i le besimtarët në gjendjen që ndodheni ju tash të përzier, muslimani i vërtet me hipokritin përderisa të mos e ndajë të keqin prej të mirit. Perëndia nuk do t'ua tregojë atë që është e fshehur, por Perëndia zgjedh atë që të dojnë nga pejgamberët e tij. Besoni Perëndin dhe pejgamberët e tij. Nëse besoni dhe ruheni prej hipokritit, do të keni shpërblim të madh. Kurse si letë mos mendojnë ata sa është mirë për ta që bëhen dorë shtrënguar e kopras me dhuntit që ua ka dhënë Perëndia atyre, jo, kjo është keq për ta. Padyshim, kopratësia do të ngarkohet atyre në qafët ditën e Kiametit. Të Perëndisë janë trashëgimi i qiejve dhe i tokës, dhe Perëndia e di mirë ç'punoni ju. Perëndia i dëgjon fjalët e atyre që thanë, Perëndia është i varfër, kurse na jemi të pasur. Na do ta shënojmë atë që thanë ata si dhe mbytjen e pejgamberëve pa kurfar të drejtë dhe do t'u themi ne atyre, shijoni dënimin e zjarr. Ky është ndeshkimi i veprave të duarve tuaja, se Perëndia nuk është zullumçar i robërve të vet. Ata hëbrejnë thonë, Perëndia na ka urdhëruar që të mos i besojmë asnjë pejgamberi përderisa të mos na sjellë një kurban që ta përbijë zjarri, thuaj o Muhammed. U kanë sjell juve pejgamberët para me argumente edhe për atë që thoni ju, e pse i mbytet ata nëse jeni të sinqert. Nëse ata ty o Muhammed të konsiderojnë për gënjeshtar, mos u hidhëro. Se janë përgënjeshtruar edhe pejgamberët e tjerë që kanë ardhur para teje dhe kanë sjellë dokumente, broshura dhe libra ndriçues. Çdo qenie e gjallë do ta shijojë vdekjen. Shpërblimet do t'u plotësohen vetëm në ditën e Kiametit dhe kushdo që largohet nga zjarri i xhenemit skëterës dhe hyn në xhenet, ai ka arritur atë që ka dëshiruar. Jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese. Ju me siguri do të vjeni në provë me pasurinë tuaj dhe me jetën tuaj dhe ju do të dëgjoni shumë fyerje nga ana atyre që u është dhënë libri pra jush dhe nga paga. Nëse jeni durimtar dhe i druani Perëndisë, me të vërtetë, ajo është vendosmëri e madhe në vepër. Kujtoja o Muhammed, kohën kur Perëndia mori premtimin nga ata që u është dhënë libri se do t'ua shpjegojnë atë njerëzve dhe me siguri nuk do të fshehin asgjë nga ai, e ata pastaj e hollën pas shpinën nuk vepruan sipas tij dhe atë premtimin e ndëruan për një vlerë të vogël. Sa këmbim i shëmtuar është ai që bën ata. Mos i konsidero ata, të cilët gëzohen për atë që kanë punuar të fshihurit të së vërtetës dhe dëshirojnë të jenë të lavdëruar për atë që nuk e kanë punuar. Kurse si mos mendo se ata do të gjenden në një vend, shpëtimi, se për ata kanë ndeshkrim të rënd. Te Perëndisë janë qiejt dhe toka, dhe Perëndia është i gjithëposhtetshëm për çdo gjë. Me të vërtetë, në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndërimin e natës e të ditës, dukjen dhe zgjatjen e tyre, ka argumente për mendartë.
por ata që e përmendin Perëndin duke qëndruar në këmbë dhe ndenjur, shtrirë dhe që mendojnë në krijimin e qiejve dhe të tokës. Dhe thonë, o Zoti ynë, nuk i ke krijuar kot këto, falenderojmë ty dhe ruana nga ndëshkimi i zjarrit. O Zoti ynë, cilindo që ti e hedh në zjarr, ti e ke poshtëruar atë. Për mohuesit nuk ka kurfar ndihmëtari. O Zoti ynë, na dëgjuam grishtarin që na grishte në besim, besoni Zotin tuaj. Besuam. O Zoti ynë, fala mëkatet tona dhe shkarkona nga gabimet, e pas vdekjes na radhit me të mirët. O Zoti ynë, e bna shpërblimin që na ke premtuar me anën e pejgamberëve tu dhe mos na poshtëron në ditën e Kiamit. Se ti, me të vërtetë, nuk shmangesh nga premtimi i dhënë. Dhe Zoti ju përgjigj lutjes së tyre, unë nuk ja humbi mundin asnjë punëtori nga ju, qoftë mashkull apo femër, ju jeni të gjithë të barabartë në shpërblim. Atyre që e miruan dhe u dëbuan nga vatrat e tyre, dhe u munduan në rrugën time dhe luftuan në uran, unë në siguri, do t'u mbuloj veprat e keqia me falje dhe do t'i shpje në kopshtije, në për të cilat të rrjedhin lumen, shpërblim nga Perëndia. Shpërblimi më i mirë është te Perëndia. Le të mos mashtroj ty qarkullimi mohuese qytet në qytet. Kjo kënaqësi është e shkurtër, pastaj strehimi i tyre është ftera. Sa shtrati keq është ai vend. Por ata që i druajnë Perëndis, por ata ka kopshtije, në për të cilat të rrjedhin lume, në të cilat kopshtije do të banojnë për herë, duke qenë këto dhurata të përgatitura prej Perëndis, e për besimtarët e vërtet më e mira dhuratë është ajo që është prej Perëndis. Në mesin e idhëtarëve të librit, me siguri ka të atillë që besojnë Perëndin dhe atë që u është shpallur juve dhe atë që u është shpallur atyre janë të përulur Perëndis. Nuk i këmbejnë versetet e Perëndis me ndonjë vlerë të pakët, ata kanë shpërblimin e tyre te Zoti i tyre. Se Perëndia, me të vërtetë, është llogaritari i shpejtë. O besimtar, bëhuni të durueshëm dhe të qëndrueshëm me durim, bëhuni të vendosur në kufit e armikut dhe kini frikë Perëndin për të arritur shpëtimin e dëshiruar.